Deputeti bosnjak Rasim Demiri ka shprehur revoltën kundër kryeministrit Albin Kurti. Ai ka thënë se do të diskutojnë me Kurtin për qeverinë, por që kryetarin e kuvendit do ta votojnë ditën e sotme. Arsyeja për këtë revolt duket të jetë Duda Balje. Ju mediat e keni Duda Baljen, ajo po vendos për gjithçka, ende nuk kemi përfunduar diskutimet me kryeministrin. Sa i përket kryetarit të kuvendit, besoj se do të votojmë pro, por për çështjet e tjera do të kërkojmë në takim me kryeministrin. Nëse arrihet një marrëveshje do të mbështesim edhe qeverinë, përndryshe jo, ka thënë Demiri për mediat në Kosovë. Ai gjithashtu kritikoi Duda Baljen duke thënë se ajo ka marrë vetëm 400 vota dhe nuk ka të drejtë të flasë në emër të komunës së Reçanit. Për komunën e Reçanit mund të flasë vetëm Rasim Demiri, i cili ka marrë besimin e popullit. Vetëm unë mund të nënshkruaj një peticion për Zhubën. Ne jemi ata që luftojmë për komunën e Reçanit, do të vendosim në organet e partisë për qasjen tonë ndaj opozitës, përfundoi ai. Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme, pak pasi doli lajmi se Albin Kurti mund t'i kishte ofruar një ministri deputetes bosnjake Duda Balje për t'ia marrë votën për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë, kundër tij u shpreh Emilia Rexhepi. Aleatja e deritanishme Albin Kurti dhe vetëvendosjes Emilia Rexhepi tha se nuk do të votojë kandidatin që do të propozonte vetëvendosje për kryetar të kuvendit. Rexhepi u shpreh i ndinjuar nga marrëveshja e Kurtit me Duda Baljen. Ka diçka në të, nesër e shihni më mirë, citohet të ketë thënë ajo mbrëmjen e djeshme, por zëvendës kryeministra në detyrë, pas tensioneve të brendshme u shpreh pak e revoltuar me Kurtin, duke se sot është zbutur. Ajo tha sot se do të votojë për formimin e qeverisë dhe nuk pati ndonjë fjalë për Duda Baljen. Ne jemi pjesë e qeverisë, unë nuk e kam marrë ofertën me qenë ministresh, dikush prej bosnjakëve duhet me qenë, unë nuk jam kundër, këtë e vendos kryeministri, patjetër, tha ajo. Kryetaria e Unionit Social-Demokrat SDU, Duda Balje, ka arritur një marrëveshje me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti për votimin e institucioneve të reja shtetërore përfshirë formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kjo marrëveshje vjen në një moment kritik për proceset institucionale në vend, në pritje të konstituimit të përbërjes së re parlamentare pas zgjedhjeve të fundit. Burime pranë zhvillimeve politike raportojnë se Balje dhe Kurti janë pajtuar për një bashkëpunim që do të mundësojë funksionalizimin e institucioneve të reja. Marrëveshja duhet të jetë rezultati i negociatave që kanë ndodhur pas një takimi mes tyre më 3 prill, takimi i cili fillimisht nuk solli ndonjë deklaratë konkrete nga Balje për vazhdimin e bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje. Një nga kërkesat kryesore të Duda Baljes në këto bisedime ka qenë formimi një komune me shumicë bosnjake, kërkesë e cila është artikuluar prej vitesh nga komuniteti që ajo përfaqëson. Megjithatë, nga takimi 3 prillit, Balje kishte deklaruar se nuk kishte marrë ndonjë konfirmim për këtë kërkesë. Zhvillimet e fundit sugjerojnë se palët mund të kenë arritur një dakordsi, të paktën në parim, për të adresuar këtë çështje në kuadër të bashkëpunimit të ardhshëm politik. Aktualisht nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga vetë Balje lidhur me përmbajtjen e marrëveshjes apo detajet e saj. Mediumat që kanë tentuar të marrin një deklaratë prej saj nuk kanë arritur të vendosin kontakt. Edhe nga zyra e Kurtit nuk kanë pasur ndonjë deklaratë të detajuar, përveç sinjaleve për intensifikim të përpjekjeve për krijimin e institucioneve sa më shpejt. Ky zhvillim mund të konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit të shumicës parlamentare të nevojshme për formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Mbështetja e Baljes dhe SDU-s shihet si vendimtare në këtë proces, sidomos për shkak të pozitës që ajo ka si përfaqësuese e komunitetit bosnjak dhe ndikimit të saj në spektrin politik të pakicave. Mbetet për të parë nëse kjo marrëveshje do të sjellë një konsensus më të gjerë dhe stabilitet institucional në një periudhë sfiduese për vendin.